pjesë. Një ndër raportimet ka qenë edhe ajo e Këshillit Lartë Gjyqësor. Me keqardhje them që mbas pothuajse 9 vitesh, po bën viti 9 vite, Këshilli Lartë Gjyqësor e konsideron arritje që brenda një muaji, pra akoma nuk e ka bërë, por brenda një muaji, mbas konsultimeve, punës madhe që ka bërë, do shpall më së fundi një rregullore e cila rregullon dhe normal mënyrën e ngritjes karrierë dhe se nuk e kishin akoma. Nuk e kishin akoma. Pra një institucion i cili nuk arrit dot. Do të thonë dokumentet themeltare nuk e kishin. E cila shërben më pas për ecurinë karrierë për vlerësimin e. Është pak qesharake kjo zotin Ndoja. Ne kemi gjykatën kryesore në vend, gjykatën e Tiranës, ku është përqendruar shumica e popullsisë të vendi, e cila drejtohet nga zëvendës kryetar. Pra ne nuk kemi rregullore për mënyrën se si ngrihet karrierë dhe për zgjedhjen kryetare të gjykatave. Është minimumi. Ndërkohë, kemi një deklarim publik të kryetarit Këshillit Lartë Gjyqësor, i cili thotë që harta e re e riorganizimit gjyqësor, e cila ja u largoi shërbimin qytetarëve nga vendbanimet e tyre, nga vendi ku ata ushtrojnë drejtat e tyre bazë, dhe është një ndër kushtet që i bën ata të largohen nga vendet ku ata jetojnë, se mungesa institucione. Pra përveç shëndetësisë, përveç arsimit, përveç infrastrukturës, është dhe mungesa institucione ku ata shkojnë të kërkojnë drejtat e tyre, realizimin e drejtave të tyre kushtetuese ligjore. Në rast konflikti, ku do shkojnë? T'i zgjidhin gjykatë, shteti i së drejtës. I heq dhe organet e drejtësisë atëherë, efikasiteti i jetës tyre ulet. Thjesht jetojnë diku, por nuk është shteti. E bëm thot riorganizimin e hartës gjyqësore, deklarim publik, për shkak se donim t'ju siguronim paritet të gjithë shtetasve shqiptarë. Dhe riorganizohem në një vetme në gjykatën e Tiranës. Po pse ndodhi kjo? Kjo ndodhi për shkak të mungesës burimeve njerëzore. Pra reforma u bë. Po nga një reformë principale që pjesërisht ka institutet mira, duhet ta pranojmë, kodin e procedurës penale, etj me radhë, kodin e procedurës civile, ka disa risi në aspektin e zgjidhjes çështjes, ajo që ja intereson për qytetarët. Por nga ana tjetër përqendruan një reformë në emra. Siç ndodh rëndom në Shqipëri, kulti i individit për një periudhë, një sistemi të mëparshëm totalitar, totalisht totalitar. Ashtu siç po ndodh sot në pjesën tranzitore dhe tani që është totalisht duke shkuar, akoma është duke shkuar totalisht, kam bindjen e plotë dhe kam thonë një emision duke ju, bile dikush kishte bërë dhe i vredi që janë këto referime historike me kohën e Zogut, 1925, 1928. Edhe tentativa e fundit për mënyrën e ripërtëritjes organeve, pra ju e shihni për te një diktator, e shihni mbret. Kushtetuese po shkon drejt asaj që ne po themi, është krahasim tash historik është ky, unë nuk po them se do bëhet drejt, po totalitar, autokrat, kjo është diçka që është tërësisht e dukshme, te gjithë kapja institucione. Pra, vredjet që ne kishim, i ngritëm në far pyetjesh, se puna jone po e theksoj për publikun e gjerë. Pjesëmarrja e Partisë Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë ka 2 drejtime kryesore, do të thonë fokusohet në 2 drejtime. E para, demontimi i farsës zgjedhore. Mjafton të shikoni seancën e pyetjeve me komisionerin shtetëror të zgjedhjeve, ku ai pranon shkeljen e parimit kushtetues fshehësisë votimit, probleme me postën, me sistemin postar, me kompanitë private dhe akoma dhe sot nuk janë lëvruar detyrimet që rrjedhin nga kontrata për shkak se ka pas parregullsi. Mungesën e organeve kushtetuese dhe ligjore, siç janë nën komisioneri shtetëror i zgjedhjeve dhe komisionet rregullator që kanë të drejtën të prodhojnë akte dhe normojnë punën e zgjedhjeve. Dhe tashmë që po flasim jemi në periudhë zgjedhore për 5 bashki në vend, sepse e 6-ta akoma s'është, dhe ne akoma kemi disa organe që u ka marrë mandati dhe që për fat keq Kuvendi më parshëm as nuk e kishte marrë shqyrtim faktin që këtyre kishte marrë mandati, as nuk kishte planifikuar që 45 ditë përpara duhet vendosë zvendësimin e tyre. Pra gjitha këto që tham janë pjesë e demontimit të farsës zgjedhore. E dyta, për të mos lënë hapësira bosh, e ritheksoj njerëzit duhet ta mirëkuptojnë vendimin e Partisë Demokratike. Ka përshtypjen se është për te diskutimit kjo zotin Ndoja. Pjesë në kuvend sepse po lam hapësira boshe, para nuk dalin probleme dhe dyta edhe 4 numra i duhen me këto numra që ka në parlament që të arrit bëjnë ndryshime kushtetuese. Dhe me që jemi ke kushtetuese, se më kujtohet ju jeni me Fatmir Xhafën në të njëjtin komision, një njeri që ka një dorë të dukshme si të reforma në drejtësi nga dita e parë deri te dita e fundit që është grabitja e mandatit në gjykatë kushtetuese. Çfarë qëndrimesh mban zoti Xhafa? Mos ndoshta duhet pyetur dhe ai ndryshe nga institucionet? Po si duhet pyetur? Në këtë studio apo? Jo, në atë komision.
Në atë komision ai merr pjesë, është një ndër kryetarët e një komisioni të ri që u shpik me rregulloren e re, ndryshimet e reja, nisma qytetare. Domethënë i thret rrit edhe nga vetë emri i përket një retorike të sistemit kaluar. Po e vërtetë është që zoti Xhafa ka një qendrim korrekt aty në komision dhe më vjen shumë mirë nëse i keni ndjek ato postimet që unë bëj, i kam konstatuar me keqardhje se 4 nga anëtarët e 2 komisionet përbashkëta kanë votuar reformën drejtësi të gjithë bashku. Dhe sot e pranojnë po të gjithë bashkë që kjo reforma drejtësi dështoi në aspektin e sjelljes së shërbimit qytetarëve më nga afër. Pra, e nisa pak më parë dhe thash u përqendru te kulti individi, u hoqën ca njerëz. Dakor, te kishin problem njerëzit. Filloi unë i parë edhe shumë tjerë. Kishin probleme, ne ikëm. Çfarë ndodh me shërbimin qytetarëve? Ndodh që nga 137.101 çështje që kanë qenë në pritje në 1 janar 2024, se ngjan pak me 44 kjo, numri i tyre në 30 shtator 2025 ka arritur në 140.000. Tani, e dini kush është konstatimi tjetër i dhimbshëm? Përveç rregullores, përveç riorganizimit që e bën për shkak se s'kishin burime njerëzore. Pra, nuk është zgjidhje e dur, por ne e bën për këtë shkak. E pranojnë vetë. Problemi tjetër është që konsiderohet arritje që nga 2023-shin, 2024-ën, KLG-ja konsideron arritje shkurtimin e procesit gjyqësor me 16 ditë. Pra nga 9 vite që ka shku mesatarja, që ju dini mirë ka dhe 12 dhe 16, tashmë në apel ka shku 7 vite procesi, në apel për shkak të ngarkesës dhe mungesës burime njerëzore. Atëherë çfarë ndodh? 9 vite pa 16 ditë, a quhet arritje? Shkurtimi me 16 ditë i afatit 9 vjeçar, që është 8 vite limitit arsyeshëm kohor. 8 vite e 350 ditë, domethënë. Pra duhet ta dinë shqiptarët kush është feedback ose produkti që solli reforma. Duhet shtoj dhe diçka këtu, po është konstatim personal dhe